programet tek programet për mbrojtjen sociale dhe janë një sër programesh që ne i kemi hapur rishtas. Ai i pari është programi për fëmijët me nevoja të veçanta dhe dua ta them specifikisht që për gjithë ta fëmijë autik ose me tjera aftësi të veçanta, ne do të dyfishojmë që në buxhetin e vitit të ardhshëm mbështetjen për nënat e tyre. Janë 9200 nëna në Shqipëri që janë të papuna dhe kanë 3 ose më shumë fëmijë. Ne prej disa vitesh japim 25 milion euro për të mbështetur këto nëna duke ju paguar sigurimet shëndetësore dhe sigurimet shoqërore. Që do të thotë që kur t'ju vi dita e pensionit, nuk do të mbeten pa pension për shkak se s'kan paguar sigurimet shoqërore, por do të marrin një pension dinjitoz sepse kanë rritur 3 ose më shumë fëmijë. Dhe në ndërkohë e njëjta gjë edhe për shërbimin shëndetësor.